Elbasani dhe Egnatia kanë barazuar në ndeshjen e vlefshme për javën e 29 të Abisnet Superiore. Sfida e zhvilluar në stadiumin Elbasan Arena përfundoi me shifrat 0-0. Rastet ishin të shumta nga të dyja krahët, por asnjëri prej ekipeve se gjeti rrugën e rrjetës. Në këtë ndeshje u dhanë 2 kartonat kuq, si fillim u ndëshkua boje i Elbasanit në minutën e 7, ndërsa 22 minuta më vonë u ndëshkua flamur Ruçi Egnatias. Pas këtij barazimi, Elbasani merr vendin e parë me 53 pikë, një më shumë se Vllaznia vendi të dytë, por shkodranët kanë një ndeshje më pak. Nuk kemi shumë kënaqur me barazim patjetër sepse ne jemi përgatitur do fitojmë në ndeshje, por si shkon në ndeshje edhe me kartoni kuq, edhe me 3, 4, 5 rastet pastër për gol, për mua rastit në ndeshje ishte rastit Lathia pjesa parë kur kapi shtulla, topi kapi shtulla me 10 lojtar. Kjo ishte një rastit super për ne do fitojmë në ndeshje, sepse kur kemi kundërshtar si Ignatia, një kundërshtar fort, edhe sot ishte derbi, do vendoset një gol. Domethënë neve ishim afër do fitojmë në ndeshje, do shtojmë një gol, nuk kemi shënuar, por nuk më të them asnjë gjë për qunat ata bere maksimumi, edhe neve do vazhdojmë rruga jonë. Në krahun tjetër me 51 pikë, Rogozhinasi të mbetën në vendin e tretë.